Kam dhënë që radhën e parë që jemi dakord që tjetë. Kjo bashkësi me përqendrim më të madh minoritar, megjithëse do doja që të ishin pjesë integrale e të gjithë shteteve shqiptare. Por ne nuk mund të harrojmë që kjo është bërë sui generis, jashtë kritereve të kësaj reforme. Janë bashku komuna nga të gjithë, janë heq pjesë të tjera dhe janë bërë të gjitha bashkë. Dhe për këtë po japim konsensus. Tani na vjen gjithë historia për 3 fshatra. Po e them edhe një herë. Sopiku, Pandelejmoni, shifeni dhe me census, shifeni edhe me gjendjen civile, janë me shumicë shqiptare. Problemi ishte që nga të gjitha që u diskutuan, bashkohem me zotin Vasili, unë kisha kriterin teknik. Një nga kriteret tona bazë ishte mos ndryshimi i kufive të njësive vendore ekzistuese. Dhe u boj pyetjen, pse kjo nuk u zbat? Edhe unë të dasë drejtë. Po jo. Më lege, do të shambaruar, foto më këshillin do të shambaruar. Po jo përse një fjali është fjali e shtatit, po tani. Kjo është, kjo po... Po më vjen ke tani, na i të një herë, të lash të drejtë dhe politikës prapë të një diskutim. E do një të re. E dyta, kam dhe një të re. E dyta, unë nuk dua që të keq kuptohet dhe tërë opinioni që u bëm një nder minoritar. Domethënë nuk është çështje që këtu bëhet një privilegj. Këtyre njerëzve, këtyre qytetarëve shqiptarë. Komentet që bëhen në rrjetet sociale çështje tyre mua nuk më intereson fare. Mua më intereson komentet në komision. Kriterin e shkelët vetëm në këto 4 komune. Unë s'kam shkelur në asnjë komunë. E keni shkelur vetëm në 4 komune. Jo këtu Andrea. Andrea dëgjoj këtu me qetësim më të madhe. Nuk kam shkelur asnjë kriter. Të gjitha i kemi respektuar bashkërisht. Të gjitha i kemi miratuar bashkërisht, të gjitha kemi ardhur këtu, e vetmja gjë që është diskutuar, që ku ka ardhur zoti Idrizi, është çështja e këtyre fshatrave për të cilat ne jemi konsensus dhe që ne ram dakord tani dhe më duket e tepërt.